A flisni shpesh në gjumë? Zbuloni se pse ndodh dhe kur duhet të shkoni tek mjeku. Sipas ekspertëve të gjumit, rreth 2 në 3 persona flasin kur flenë në një moment. Kjo njihet zyrtarisht si sminologi, të folurit në gjumë është një lloj parasomnie ose aktivitet jo normal i gjumit. Zakonisht është i padëmshëm, por potencialisht mund të tregojë një çrregullim të rëndësishëm të gjumit ose probleme shëndetësore, shpjegon shkencëtarja e gjumit Teresa Srombrak. Sipas mjekëve, kjo mund të lidhet me ngjarjet e fundit të jetës së vet personit ose thjesht edhe me përmbajtjen e ëndrave. Faktorët e rrezikut për të folur në gjumë përfshijnë stresin, mungesën e gjumit dhe alkoolin, por fjalët e rastësishme rrallëherë janë problematike. Shëndeti mendor mund të ndikojë gjithashtu në të folurin në gjumë dhe kjo është diçka e zakonshme tek ato me sëmundje themelore të shëndetit mendor, citoi ekspertja e gjumit.